tokë e Anglisë, e mbretit anglis në thelb. Po, formalisht toka i përket toka, domethënë se këtu e kanë të bukurën këta. Unë kupton këta masi i futën njerëzit në rezervate, këta vendalinë, domethënë kombet e para. Po. I futën në rezervate mirë, pastaj nxorën këtë ligjin kështu që toka nuk është e jona. Ne e marrim në shfrytëzim, po toka i takon të zotëve, domethënë. Pak a shumë si në Shqipëri, e ke parasysh ta merr pronën ty ai, ta shfrytëzon, thotë ai, shiko, ti je pronar se gjyshi jote ka pasur, më kupton, po me nder brylin e për të marrë, në këtë sens, kështu kam përshtypjen që është edhe politika këtij. Se çfarë po na thotë tani që edhe Kanadaja që ka si Shqipëria, s'na fike. Çfarë po na bën? Na jep çik shpresë, valla. Se mua më akuzojnë për fatalizëm. Është më e zhvilluar, është çik më e zhvilluar, domethënë në shumë gjëra është më e zhvilluar, pa diskutim, po në ca gjëra parime bazë njësoj ngelet shpend, mos të gënjej mendja që ka një ndryshim të madh. Për shembull kjo pjesa e tokës. Është edhe pak më ngrohtë thot Bulthi. Është pak më ngrohtë. Këtu është më ngrohtë. Domethënë këtu ne sot ishim vetëm -8 gradë ndoshta. -8 gradë. Po. Po si ja bëni atje më bego? Si çfarë jetë bëjt atje valla? Po shiko, këtu është